Një moment, vetëm kam një moment. Partia Demokratike ka thirrur një tryezë të opozitës. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. Për rastin Balluku në parlament, ku do jetë betejë më e fortë, dhe përqasja ndaj rastit të Akshit. Çfarë qëndrimi do mbaj PD-ja për rastin Balluku? Atë tryeza që është thirrur për nesër është një tryezë që do të rakordojë qëndrimin e opozitës në lidhje me reagimin për këtë situatë. Publik. Ku përfshihen dhe protestat. Kështu që ajo është një tryezë e cila, domethënë, është një nga vendimet që kemi marrë është e nevojshme që të ndërtohet dhe të rakordohet në mënyrën më të gjerë të mundshme veprimi politik e opozitës në këtë situatë ku jemi. Dhe kjo nuk është situatë ajo që po diskutohet me të. Pra kjo është, kurse çështja e Balluku Rama praktikisht është në themel të gjitha historie, po ka karakteristikën e vetë të veçantë. Neve sot kemi qenë për herë të pestë mbi bazën e kushtetutës dhe të rregullores, gjysma e antarëve të Këshillit të rregullores mandateve dhe imunitetit ka të drejtë të thrasë mbledhjen. Dhe ne ishim 5 antarë që është gjysma. Dakor? Pra me të drejtën e rregullores përveç kryetarit e kemi ne. Kryetari ka refuzuar të thrasë mbledhjen, jo të thrasë mbledhjen. Kush është kryetari? Niko Peleshi. Kryetari Kuvendit. Kryetari Kuvendit. Sepse ai drejton është dhe kryetari, por është thjesht menaxher i procedurës. Kur e thrasin duhet njoftonte prokurorin, duhet njoftonte të pandeurën e prokurorisë zëvendëskryeministra, ministra e deputete Belinda Balluku, dhe sigurisht dhe antarët tjerë mazhorancës që pretendojnë që s'kan marrë ato po themi provat, kanë refuzuar të marrin provat. Se si do votojnë ata raportin, një zot e di, po si morën. Ju i keni marrë provat? Sigurisht që kemi marrë. Tani, çështja është çfarë kanë provat? Tani, është histori tjetër, po provat janë për të vendosur në kokë. Më dëgjoj pak, Blend. Se kur flet i shikova provat, i analizova provat, dashnin për provat, gjykatësi s'mund me bëu deputeti. E sqarojmë këtë. Çfarë duhet të ketë deputeti në këtë rast? Deputeti, vetëm Albatros. Deputeti që do votoj heqjen ose jo të imunitetit. Mbi ç'bazë do ta bëj? Kjo është një çështje që gjykata kushtetuese duhet me trajtu. Sepse këtu kemi përzirje të kompetencave. Ti nuk mundesh me e kthy kuvendin, kush do qoftë ai person kuvend, deputeta, profesor, doktor, s'është me rëndësi, në rolin e gjykatësit i cili analizon provat. Kjo është punë vetëm e një gjykatësit pavarur dhe as kujt tjetër analiza e provave. Këto gjona nuk përzihen sheqeri me krip. Tash, në këtë rast gjykata kushtetuese duhet me sqaru këtë çështje, edhe mu zgjidh njëre për gjithmonë sjellja institucionale që duhet ta ketë Kuvendi i Shqipërisë përballë një kërkese të prokurorisë për heqje të imunitetit. Rasti konkret, Albatros. Në rastin konkret, unë tu kam dyshimet e mia. Shikoj, ka shumë ligje që duhen kthjellu nga gjykata kushtetuese, jam dakord. Edhe interpretimi i imunitetit ministrit, a mund pezullohet apo jo, le të gjykohet. Ne po shkojmë te imuniteti tani. E ka tejkaluar prokuroria këtë, ka kërkuar arrest. Në menimin tim, kur jo është heq imuniteti ministrit brendshëm sipatemrin Samir Tahiri, deputeti Sali Berisha, edhe tash nëse hiqet Belinda Balluku, pa një akt akuz të konfirmuar nga gjykatësi, edhe gjykatësi nuk është noter i prokurorit. Ka dalë Altil Dumani njerë, ka qenë deklaratë skandaloze, gjykata bën çka ti themi ne, vendosi ti themi ne. Natyrisht që do i konfirmoj akuzaton. Jo, gabimi. Gjykatësi nuk është noter i prokurorit. Të korrigjova deklaratën, jo konceptin. Ka thënë që e pyetën që si shpjegohet që gjykata në 93-97% të rasteve, 93% rasteve ka konfirmuar akuzatues, dhe natyrisht do të konfirmoj. Sepse kjo është një trend shqetësues në Shqipëri, edhe këto domethënë nuk e ndoja nga mendja, nuk po e them, është trend shqetësues që gjykatësit kanë prirjen, a është që kanë ngel nga sistemet e kaluara, a është në mënyrë të menduar, këto nuk e, po kanë prirjen që gjykatësit sillet në të njëjtin vibe me prokurorin. Tani të rasti konkret, ti mendon që nuk mund konfirmohet imuniteti pa një akt akuz nga... Ta shikojmë kodin e procedurës penale. Akt akuza e gjykatës mund shkojë 3 vjet. Kodi i procedurës penale thotë, Shqipëria ka këtë sistem, Amerika për shembull ka sistem tjetër. Në Amerikë prokurori s'mund me bë kur gjë pa gjykatësit. Tash prokurori e nis procedurën, ja komunikon je e pandehur, prokurori duhet me shku te gjykata, edhe janë disa filtra të drejtësisë që në fund gjykatësi duhet ta konfirmojë që ky rast mund të shkojë në gjykatë. Gjykatësi sipas kodit të procedurës penale
e ka diskrecionin e plot që i analizon faktet dhe thot ti s'ke rast i dashur prokuror, edhe ky rast shuhet. Tash çka? Zoja është zëvendës kryeministre. Tash kjo është një trend i rrezikshëm. Ne kemi pasur në Kosovë, është ka qenë në Kroaci, në Maqedoni, në gjitha vendet e Ballkanit, ku njerëzit i futen në burg, i marrin 2 muaj ditë edhe i liron mungesë provave. Atash ku është dami publik, ku është dami politik? Tash prokuroria duhet ta ushtrojë detyrën e vet me vetë përmbajtje, nuk është prokuroria drejtësia. Tani këtu vetëm një gjë. A kemi një trend tjetër me që më përmendë Kroacinë e tjera, që njerëzit që kanë akuzë zyrtare japin dorëheqje për ajo është akt moral, ajo është akt politik, ajo është kulturë. A e kemi? Aty pajtohem. A ke në i vend ti që njeri rrin detyrë me akuzë me tentativë? Aty ajo është akt moral. Ore lër akt moral jam dakord, po a është kështu që funksionon? Po, ashtu funksionon. Në raport me atë që ngriti Albatrosi. Po them ca gjëra. Po jam dakord për akt moral, po them si është po. Len, ca gjëra konkrete. Unë nuk e thash deri në fund. Pra, jo vetëm që ne kemi drejt thrasim mbledhjen, për heqjen e imunitetit. Ne nuk gjykojmë prova. Dakord? Po. Dhe këtu kaq bim dakord ne bashkë. Po ka edhe gjëra tjera që duhet i them, sidomos në rastin konkret. Ndërkohë që kur janë antarët, 5 antarë prezent në mbledhje, mbledhja është e vlefshme. Dhe ne jemi 5 antarë, na mbyllën dyert e kuvendit që ne mos bëjmë dot mbledhjen. Në mbledhjen e parë që bëm në dhjetor, ishim 5 që ndruam aty, mbledhja ishte e vlefshme, nuk erdhi kryetari i kuvendit, që kishte detyrën të ishte aty, dhe nuk erdhën të tjerët. Pastaj ka mbajtur rregullisht të mbyllur, që mos lejojë një mbledhje vlefshme, e thotë rregullore e kuvendit. Pse po sa Abdera në kafe nuk shuhet. Ne nuk mund ta bëjmë korridor. Maksimum bëjmë konferencë shtypi. Tani ta mbaroj, të lutem. Mbledhja duhet mbahet. Një qendrim duhet mbahet. I nderuar, ta mbaroj. Ta mbaroj. Kjo është debat, është diskutim. Mandërpreve unë. Edhe e ke tendencën që me mbizotru debatin. Pavarësisht tendencës tani e mora unë fjalën mos mandërpre. Po jo ta ndërpre. Në rastin konkret. Po, nuk u bën mbledhja. Prokuroria e ka marrë pandehur. Për të bërë gjithë veprimet që ka bërë deri në këtë fazë, ka shkuar në gjykatë pa diskutim. Ka vendimet e gjykatës të bashkalidhur prokuroria. Sigurisht jo për dënim, po për veprimet që ka bërë deri në këtë fazë. Dhe siç thanë prokurorët, në atë mbledhje që duhet ishte publike, po e mbajtën të mbyllur në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, thanë e pandehura i ka provat. Dakor? Tani, ndoshta për këtë arsye, siç thotë Rama, se kam dëgjuar Ramën, Rama e dinte që pandehura s'kishte tërhequr provat nga kuvendi. Nuk ka nevojë. Prokurorët thanë kemi thënë si thot kodi i procedurës penale. Tani, çfarë ndodh? Ne kemi, ata kanë ardhur të kërkojnë autorizimin nga kuvendi, që të shkojnë në gjykatë, që të vendosë gjykata mbi provat. Pra ata na kanë sjellë ne një relacion me 63 faqe, mos gaboj. E ke aty? Ma lej mu kur ti. Nuk ta lej dot. Unë kam nënshkruar. Po sikur se ke. Tani, mund dhe ta kjo. Po se ke nga këtë. Po nese edhe. Sigurisht kanë sjellë dhe USB-n për me të gjithë provat që kanë ata të detajuara. I kanë bërë një pyetje konkrete prokurorit, kam thënë, ky relacion që keni bërë, që keni sjellë në kuvend, bazohet 100% në provat? Ka thënë po. Me detyrimin që ka jetë i përgjigjet kuvendit Shqipërisë, pavarësisht se prokuror. Tha po, është 100% i bazuar në të. Po të them këtë gjë, Blendi. Ai relacion, po ta lexosh deri gërma fundit, plus një përmbledhje tjetër për rreth 10 faqesh që ka përgatitur, është një material, do të ishte një material fantastik, didaktik për administratën publike. Ta marrin, ta lexojnë, të kuptojnë ku kanë bërë zullumet ngjashme gjatë gjithë këtyre viteve, qoftë dhe më të vogla, po të ngjashme. Jo, se pastaj i korrigjojnë, i shefin e rregullojnë. Po një nga gjërat e mira është që kuptojnë se kur ti zihesh me presh në duar, që fillon nga niveli i ministrës, zëvendës kryeministres, do vinë dhe ke radha jote, se provat mbeten të gjitha aty. Ato mira dokumentat që thotë Edi Rama, janë dokumentat që këta ka lënë gjurmët e veprës korruptive. Është vërtet që kanë 13.000 faqe? Po, nuk jam numëruar faqet, po shumë janë aty, janë dokumentacione, ku prokurorët lidhin, nga prokurorët lidhin veprimet me dokumentat, janë jo vetëm aq, janë dhe transkriptimet. Po, janë dhe dokumentat. Lidhin përgjimet, transkriptimet që kanë bërë të gjithë telefonat, me veprimet që kanë ndodhur të gjitha, dhe ndërtojnë çështjen. Tani ata nuk kanë ardhur të kërkojnë parlamentit gjykoni ju mbi provat. Ata kanë detyrimin që na thonë, kjo akuzë që ne kemi ngritur,
është e bazuar në prova. Shihni që janë? Jo. Dhe më falë, të lutem. Tani e di unë të pjesë, të lutem. Tani mos më ndërprej, o zotri. Mos e ndërprej, unë nuk do të debat, o dialog, dëgjoj dialog. Për plasur një qikë se në pasa marë madhe për pak shep. Për plas debat, do të marrë vesh. Nuk është puna të përplasja. Këtu është esenca e çështjes, se kjo mënyra, këtu janë dy interpretime të ndryshme. Këtu janë dy interpretime të ndryshme. Po nuk është çështje interpretimi. Është interpretimi. Nuk ka lidhje fare me interpretimin. Është interpretimi, Po, vetëm bjen që kushtu që të... Ore, po në fund fare është materie ligjore. Dakor? Do me bo monolog. Ky është materie ligjore? Është materie ligjore, thash. Për të shofi qik? Po, s'ka rëndësi. Është materie ligjore. Tani, atere, çfarë ka detyrë Parlamenti i Shqipërisë? Por çfarë do bëni ju? Parlamenti i Shqipërisë. Atere, ne kemi thirrur 5 herë mbledhjen, përveç mbledhjes që u bë herën e parë, 5 të tjera që është refuzuar. Ne sot deklaruam që do bëhet kallëzimi penal për Niko Peleshin, kryetarin e Kuvendit, që me veprime dhe mosveprime, po Spaku e merr atë rast, me veprime dhe mosveprime ka penguar drejtësinë. Çfarë po ndodh? Edi Rama me urdhër që ka dhënë Peleshit, i cili në ditën e mbledhjes parë ishte aq i udhëtuar sa që mbylli mbledhjen pa lënë një datë tjetër, dhe kjo është në kundërshtim me rregulloren. Praktikisht ka penguar, prokuroria tha 3 deri në 5 ditë. 3 javë kërkoi avokati, kanë kaluar 3 javë sot. Vazhdon sepse Rama tha nuk do të ketë derisa të vendosi gjykata kushtetuese. E dëgjova pak më parë punë. Ka një vendim në datë 22 do ketë një vendim gjykatës kushtetuese apo jo? Historia e gjykatës kushtetuese lidhet me pretendimin e Ramës se një ministër nuk mund pezullohet, që është e pavërtet. Ligji i dekriminalizimit. Nëse këtë le ta vendosë gjykata kushtetuese tani. Tani një gjë se ti zotëria është kjo. Dekriminalizimit. Të bën opozit pa pas plan bësh opozit. Dakor? Nëse jenë kushte ligjit dekriminalizimit, ministri pezullohet tot ligji dhe kryeministri fillon procedura e shkarkimit. Që ishte gjëja më normale. S'do të japi dorëheqjen, shkarkoje. Tani, çfarë është debati në gjykatë kushtetuese? Jo, mos shkojmë te gjykata kushtetuese. Ta bëjmë të qartë. Çfarë do bëni ju? Po se shkojmë shumë, o erë, se s'marrim kurrë. Çfarë do bëni ju? Pra ju keni bërë. A shef sa shpejt po flas. Po të çon procesin deri në fund. Ta marr radhë. Më dëgjoj pak. Atëre, gjykata kushtetuese debati është konflikti midis kompetencave. Pra nëse prokuroria mund të pezullojë qeverinë. Kjo nuk është kjo historia që kemi tani me Balluku, nuk është kjo. Ata kanë kërkuar zëvendësimin e masës. Po jo si në rastin e Sali Berishës, se pretenduan që nuk po zbatohet masa. Jo, s'ton këtë. Janë rënduar rrethanat me prova të reja. Jo vetëm prova të reja, janë shtuar numrin e akuzave, 1 dhe 2 ka ushtruar presion mbi dëshmitarët. Po. E kanë të dokumentuar. Po, e di e pashkë, dhe publikuar. Në ky është rasti kryesor kur kërkohet zëvendësimi i masës. Dhe ç'a ndodh? Jo vetëm zëvendësimi i masës bën nul çështjen e gjykatë kushtetuese, s'ka më çështje në gjykatë kushtetuese dhe Rama e don këtë gjë, por debati që kemi sot ne është heqja e imunitetit. Tani imuniteti nuk është më konflikti i kompetencave. Është parimi kryesor është ky, fumus persecutionis. Ky është koncepti latinisht që do të thotë ka një dukje objektive për ndjekje politike ku cënohet funksionimi i parlamentit. Pra, dhe gjithë doktrina, po dhe gjykata kushtetuese shqiptare, e përcaktojnë fare qartë që imuniteti nuk mund të jetë korrac për të mbrojtur nga një vepër penale, një zyrtar të lartë. Unë jam një nga negociatorët e ndryshimit vitin 2012 me krahun e Partisë Socialiste. Në fakt jo drejt për drejt, ishin ndërkombëtarë që lindojnë për heqjen e imunitetit. Nuk e pranonte Rama se thoshte do më fusin burg Musali Berisha. Tani, ne kemi sot imunitetin ky që është. Atëherë ishte nuk mund prekesh deputeti sa binte emri deputetit. Mbyllesh. Tani s'është më kështu. Sot hetimi mund bëhet. Tani çfarë thot, çfarë po e kthen? Që nga rasti Tahiri, që është bërë pa rregullore, dhe mbas rastit Tahiri, kështë ndryshuar rregullore në mënyrë të njëjtshme në 2019 kur ne nuk ishim, po kthehet tashmë dhe një herë de facto imuniteti parlamentar si mekanizëm mos ndëshkueshmërie. Mbetemi këtu.